Ëndrat e shumë sportistëve janë shuar pikërisht nga lëndimet. Mirë po ka njerëz që punojnë për të sajuar ato. E ne sot kemi vendosur ta vizitojmë njërin ndër ta. Është ky Arbanis Maxhuni, me të cilin do të flasim pikërisht për atë përvojën e tij për lëndimet e sportistëve në përgjithësi, jo vetëm futbollistët, të cilët po lëndohen vazhdimisht në fushat me bari sintetik. E kjo krejtësisht fal infrastrukturës sportive të dobët që ne kemi në sportin e futbollit. Mirë po ka lëndime edhe në sporte tjera, duke nisur këtu nga karateja, nga sporte tjera të cilat luhen në Kosovë. Andaj, do të realizojmë një intervistë pikërisht me zotin Maxhuni për të marrë përshtypjet e tij dhe punën e madhe që ai bën në këmbim të asaj për cilën ai punon çdo ditë. Pra, për të larguar lëndimet e atyre që vinë këtu për ta vizituar. Jemi pikërisht në klinikën e tij dhe siç po shohim në pamje, një numër i madh i atyre që praktikojnë sportin janë duke u trajtuar nga Arbanisi. Ne do të shkojmë t'i pengojmë pak atij dhe ndoshta ai do të ndajë një kohë të çmuar nga koha e punës së tij për të dhënë detajet rreth asaj çfarë ne do ta pyesim për punën e tij dhe për lëndimet që vazhdimisht po shtohen në sportin kosovar. Ja këtu pikërisht të nderuar zhdues është Arbanisi, i cili është edhe mjek i emisionit tonë. Arbanis, faleminderit shumë që na hapi dyert sot edhe të penguam në këtë punën e përditshme që ti po bën. Ja, asnjëherë faleminderit që keni gjetur kohë dhe keni ardhur. Pikërisht në ambientet puna i trajtojnë sportistat, kanjëherë qëndrojnë amazata në grupe sigurisht me kon shtëpie gjatë neve sportistat. Që me vërtet është mirë kur vini na vizitojnë dhe shohim punën që na bën bashkërisht me ta. Pyetja poshtë do të apo a gëzohesh kur lëndohen sportistat? Kanjëherë po e hajgore në shokët e mirë, thëmë ditën e hone gjithmonë nuk i lo terminat e bllokume i qyri lojtë e Superligës edhe Liga e Sportit Kosovë dhe i lo gjitha terminat honën. Edhe shpesher kërë në kysë e shokë thamë për të lurë, thëmë jo, se veç e këmë qyra ka pas në gjithë, kjo ka qenë edhe seshme të mire. Okej, jo, kjo në kodër të shakos. Arbanis që po shkëm puna, klinika po vrejet, një numër i madh i sportistëve janë duke marrë trajnim. Tash edhe në këtë momente, kur ne po realizojmë intervistën? Tash kemi dalë në ambientet e reja, pavarësisht jemi që në vite në këto ambientet e reja, është një vend pak më i madh, kemi punu me disa vende pak më të vogla, jemi mundu me bën një ambient që i përshtatet pacientat gjitha llojeve, por më saktësisht kemi marrë me trajtimet lëndimeve sportive dhe më shumë mirë me trajtojmë problemet e sportistëve. Zakonisht gjatë kësaj kohe trajtojnë edhe gjitha llojet e lëndimeve sportive që sportistat i hasin jetën e tyre. Mirë po shpesher trajtojmë edhe rastet e tjera që sportistat i paraqiten, siç janë problemet vinë nga ngarkesat, probleme boshtin korrizor, ngarkesa tjera muskulare dhe i trajtojmë pa problem në klinikën tonë. Cili ka qenë ndoshta rasti më i rënd, lëndimi më i rënd që ke trajtu? Kemi rastet zakonisht miqtë e mi edhe lojtarët shpesher vinë në thonë që ti ke qenë dera fundit e jona. Shpesher ne trajtojmë disa nga problemet apo problematikat më të rënda sportive që ndodhin tek sportistët kosovar. Ka shumë sportistë, mirë po na gëzojnë faktet ata sportistë ku shpesher i rekomandojnë që të përfundojnë me një trajtim kirurgjikal, mirë po pas disa seancave të shumta me terapi fizikale duke pa që pacienti po progredon, sportisti po fillon me marr veten, në ato raste që neve na mbesin kohë ato raste kur shpesher rekomandojnë tretmani kirurgjikal, dhe pastaj mas përfundimit të terapisë shpesher e shohim që tretmani kirurgjikal ka kaluar dhe sportisti prapë mundet më kthyer. Janë ato raste që neve na mbesin kohë. Kemi raste të ndryshme, është rasti i qendrim zypës, është rasti i mujës, pastaj bujat planës ku parasetikte në krahaci. Atëherë kanë rekomanduar që ta bëjnë një ndërhyrje të pjesa e poshtë me shkutës, nuk e shoh të arsyeshëm, tentojmë edhe provojmë me fizioterapi edhe pastaj shërbime vazhdon edhe vetëm e spora. Këta është bujari pjesë e kombëtare shqiptare. Së fundmi. Është pjesë e kombëtare shqiptare, kur për kombëtarët tona pa më pasysh Kosovën apo Shqipërisë na bën krenar. Për shkak se jemi bashkë edhe jemi pandash. Çka ofron Albanisin këtë ordinancë?
tregova më herët, përveç terapie fizikale që e bojnë për sportistët, trajtojnë edhe rastet e tjera, nuk janë shkallur, janë rastet neurologjike që trajtojnë. Problemet në boshtin korrizor, pastaj trajtojnë edhe rastet neurologjike pas sëlmeve të ndryshme, pastaj problemet ortopedike, frakturat të ndryshme që pësojnë njerëzit të tjerë, trajtojnë edhe rastet në pediatri fëmijët e tortikolisa, pastaj geriatri personat e më shumë me problemet e ndryshme, dhe gjitha trajtimet që fizioterapia i parashek trajtojnë në ambulancë. Kur hytëm posh ja dhe kjo pjesa murit të, ndoshta janë futbollistët më me nam që kanë luajtur në futbollin kosovar, të gjithë janë trajtuar. Nga njerë kur e shoh Superligën e Kosovës, më duket sikur se i shoh miqtë e mi që luajnë futboll njëri me tjetrin. Dikon për 15 vite thuaj që kam trajtuar më shumë se dikon 5-6 sportist, kulminant që kanë shku. Edhe dresat janë ata të cilët kanë sjellë janë dhurata më mirë që ne kam, për shkak se shpesh kur i shoh ata ty në vendosën muret e klinikës time, më japin motive dhe shpesh i marrin shembull tek sportistët që kanë një tendencë të thonë që edhe kë ka pas po problemet të ndë dhe pastaj e kemi trajtu, ka fillu dhe prap vazhda një për sportive. Vetë sportisti e lëndimet është mistri që ata duhet të kalon. Ata nuk duhet të përzoni, po është dikresht momenti kur ata duhet të vazhdojnë tutje, për të arritur shëllimet e tjera. Nga cilë sport kemi të shumë të? Mas i kam qenë edhe sportist futbollist kam qenë, atëherë flanë më shumë i trajtu futbollistët. Kemi edhe prej... Po kërkesa nga kush ka më shumë? Nga sportistët. Pse mendon? Nga futbollistët për arsye se klube sportive të futbollit ka më shumë. Për këtë arsye ka lëndime më të mëdha, edhe futbollistët janë ata që trajtojnë më shumë klinikë. Një ndër shkaktarët kryesorë në emisionet televizive thuhet që të lëndimet e futbollistëve është bari sintetik. A pajtohesh me një gjë të tillë? Po, është vërtet. Pas disa analiza që janë bërë më herët, që pusha sintetike në futbollin tonë është kategoria e 4 e tyre. Kështu që momentin që kalon nivel 2 ai bari sintetik shtypet, dëmtohet edhe hupet amortizimeve. Pastaj mbi ngarkesat që i marrin futbollistët në atë fushë, lodhja muskulare, lëndimet, pastaj janë shumë të mëdha. Shpesh vjen deri te lëndimet e ligamenteve, se tash e bëhen në kohën e fundit ku sportistët kosovar po lëndojnë tuja bukur shumë. Ligamentet, që janë një lëndim i rënd për futbollistët. Sa merr kohë? Zakonisht varet nga mënyra e operimit, kemi domethënë kur lëndimi apo operimi zgjat deri në muaj sa të rikthej sportistin në fushën e vlet. Nga njerë sportistët kur ëndra tyre shuhet, preket aspekti psiqik, edhe shpesh kur preket edhe aspekti psiqik, qalën derisa të reaksohet edhe të rikthehet prapë 100% në fushën e vlet, për shkak se e ka frikën se mos po rilëndohet prapë. Mirë, shpesh tek ne qalojnë për shkak se duhet të trajtohet shpesh nga psikologu sportiv, ai është ai i cili pastaj merret me të që kur të rikthehet mos të ketë frikën që mund të lëndohet prapë. Kjo po lunë baza edhe forma fizike e tij, e cila e merr gjatë rikuperimit pas lëndimit të ligamenteve. Okej, për të kthyer prapë tek teknika, çfarë teknologjie përdor Arbanisi këtu? Për momentin ne përdorim teknologjinë e cila na nënvitet vetëm për problemet e sportistët, siç janë rezervimet të cilat na ndihmojnë pas lëndimeve muskulare, zgjatjet e rupturat, pastaj tek aktivizimi i muskulaturës pas operacioneve të ndryshme që i bën sportistët, është përdorimi i teknologjisë që është e nevojshme për sportistët. Okej. Vëmendja kryesore të sportistit apo të pacientëve të tjerë? Për ty? Është e dyashme, për shkak se i ndojnë në dy pjesë, zakonisht në pjesën e mëngjesit zakonisht i trajtojnë sportistën, ndërsa pjesën e mëngjesit e lojnë për pacientët të tjerë. Kështu që bën dallimin në kohë. Para dite i trajtojnë sportistët, edhe jemi më shumë fokusuar tek problemet sportive, ndërsa pjesën e mëngjesit i trajtojnë problemet edhe pacientët të tjerë. Çfarë do të thotë fizio për një sportist? Sa është e nevojshme? Është shumë e nevojshme, për shkak se fizioterapia nuk i shëron vetëm problemet e tyre, mirë po fizioterapia dhe i parandalon. Shpesh parandalimi është hapi i parë i cili i ndihmon që një sportist të ketë një jetë të shëndosh sportive. Fizioterapia jap këshilla të ndryshme se si duhet të mbaj trupin e tij, si duhet të bëjë zgjatjet muskulare dhe si duhet të përgatitet ai për me pas një performancë sa më të mirë sportive.
Kështu që fizioterapia e ka rolin kryes. Kemi takuar, kemi ndëgjuar ndoshta shpesh që klubet evropiane stafi i mjekësor dikon përbër nga 15 veta. Po. Aty shihet se çfarë lloj të madh ka fizioterapia. Pse se kemi po Albanisin afër një klubi? S'ka kërkesa apo cila Ka kërkesa, kam shumë kërkesa mirë, po koha është ajo e cila nuk ma lejon që me kom pjesë, për shkak se momentet që e marrni detyrë, atëherë unë fokusona plotësisht te puna që kam qenë i kyçet te klubi i Voshtres, pastaj kam vazhduar te klubi i Trenicës, kam pas kërkesa edhe në kombëtarët e sporteve në Kosovë, por nuk e kam pasur arsyeshme edhe kam vendosur se të jam këtu gjithmonë hapur për gjithë ata që kanë nevojë, nuk dua të kaloj me një punë tjetër, por të kaloj anash punën që e bëj. E kuptueshme. Cili është ndoshta sportisti më i madh që ti vlerëson më shumti që ka kaluar tek duart e tua? Ai dallan. I vlerësoj gjithë, mirë po jam në disa pyetje që na mbesen mendje. Ndoshta nga mënyra e sjelljes tyre, ndoshta nga mënyra se si pranon ushtrimin, ndoshta nga profesionalizmi i tij që ka qenë atë janë Susuli, më vërtet ka qenë një prej sportistëve që ne kam trajtuar, ka qenë një prej sportistëve më profesional që ka bërë jetë profesionale se si duhet të rikthehet një sportist. Pastaj ka sportistë tjerë që kam trajtuar, Shmindon Emrllovo, është Albin Ramoni, pastaj është Qendrim Syva, është Fatën Maluku, Avnor Muja. Këta me emër që kanë arritë në futbollin, jo vetëm në dorë, pjesa më e madhe e tyre tash po luajnë jashtë. Çfarë do t'i sugjerojë sportistëve ti si fizioterapeut që je që të mos arrijnë deri ndoshta tek ai lëndimi më i rëndë, siç po thotë ti, që është shpeshtu problemi me ligamentet tek futbollistit? Shpeshherë jo vetëm sportistëve, po ne flasim nganjëherë me trajner për shkak se ngarkesat e shumta që ata japin gjatë stërvitjes mund të sjellë deri te një lëndem. Kur trupi nuk mund të provojë forcë sa duhet, atëherë ai sforcohet dhe është shpeshherë më shpejt që të vijë deri te lëndimi. Shpeshherë kur flasim me sportistë rekomandojnë që kur e ndjen veten të lodhur, është më mirë të pushosh një ditë se pastaj të mungosh 2-3 javë nga lëndimi apo edhe më shumë që të sjell. Sportistëve i rekomandojnë që pushimi të jetë adekuat, pushimi të jetë i nevojshëm për trupin dhe të jetë kualitativ, se dhe patjetër të vëj gjumin e mirë. Për shkak se gjumi sjell energji, edhe nuk ka lodhje dhe sportisti mund të përfundojë seancën stërvitore pa problem. Mirë, po prapë i themi sportistëve që nëse trupi ndihet i lodhur, atëherë ju lutem të mos vazhdoj me stërvitje, më mirë të pushoj prapë një 2 ditë dhe trupi të regenerohet se sa të vjet deri te lëndimi që mund ta lashoj kur çon nga fusha. Folëm për aspektin profesional, folëm edhe për sportistët, po ndalem pak tek aspekti personal tek ti. Që sa vite merresh me fizioterapi? Kur ke filluar, cila ka qenë arsyeja që ti e ke nis dhe je merr me këtë lami të mjekësisë? Kam filluar nga momenti kur e kam menguar nga futbolli, kam qenë futbollist aktiv në klubin e futbollit tash në Voshtra. Kisha dëshirë që gjithmonë të jem afër sportistëve dhe vendosa fizioterapi. Një prej njerëzve që u ka përkrahur ka shtyr që të merrem me fizioterapi përveç familjes ka qenë trajneri në atëhershëm Lizvani Tomao. Vendosa të merrem me fizioterapi për shkak se kohën kur kam filluar të merrem ka pas shumë pak fizioterapeutë, sportistë që merren me rikuverimin e lëndimeve. Edhe një lëndim sa të vogël ka zgjashur. Kështu që dëshira që të jem prapë për sportistëve shtyret që të merrem me fizioterapi. Merrem dikon rreth 15 vite. Gjatë këtyre 15 viteve kam trajtuar shumë lëndime sportive, mirë po kohët e fundit e kam botuar librin e parë, që është libri i parë sportiv i fizioterapisë, ku në atë libër shtjelloj shumë lëndime nga protokolle se si duhet dihet tek reaksimi sportiv. Kështu që gjatë kësaj kohe është një punë që nevojë me zemër edhe nuk vihemi lodha, edhe pse nganjëherë aspekti si çeki lodhemi për shkak ngarkesave që na sjell edhe janë ato kohë kur një sportist tenton dhe dëshiron që të rikthehen më shpejt në sport për shkak garave europiane që kanë pastaj lojrave që i zhvillojnë për gjatë kampionatit, kështu që ato na ngarkojnë pak më shumë për shkak se na duhet të fokusohemi sa më gjatë. Çfarë që për të ardhur në Albanisin këtë drejtim?
Fizioterapia. Çfarë ke plane për ta? Jam duke përfunduar mjekësinë e përgjithshme, mendoj dhe shpresoj që të vazhdoj mirë të përdi. Dua të jem një prej mjekëve që ka me operu vetë dhe pastaj do të merrem vetë me rehabilitimin e tyre, që në Evropë dhe në botë janë shumë të rrallë, kështu që kjo është ëndra ime, shpresoj që gjithmonë të jap maksimum për sportistët për shkak se e di vetë se sa rëndë është puni ndër aty në ndalet dhe shpesh edhe përfundon para kohë. A ke përjetu ose a ke bashkë përjetu momentet të rënda me sportist në klinikë? Po, kemi përjetu bashkë. Shpesh kam qenë unë ai i cili kam tregu që lëndimet do të largojnë nga sporti. Kemi pas disa prej sportistëve. A ka pas një rast që i ke thonë që ti me këtë lëndim ju t'i thuash në rëpashën sportit? Jam në tip që nuk dorëzova, mundohem shpesh herë të gjej diçka, mirë po janë disa lëndime kur më vërtet duhet ta ndalë sporti. Janë lëndimet ku s'bashku me ortoped shikohet plani se si duhet veprohet, si terapitohet, si të operohet edhe pastaj kur përfundimi është që ai nuk luaj me vërtet është të vështirë. Kemi pas sportist kur për herë kemi treguar që e ka fut ligamentin edhe e ka pas që gjatë asaj kohë të transferohet me një ligë evropiane, edhe e ka përjetuar bukuran. Kështu që ka raste ku me vërtet bojnë mundi keq, po ka raste ku në mjekësi duhet thuhet e vërteta gjithmonë e vërteta, pa marrë parasysh se sa do të jetë e hidhur, mirë po e bashkëndijmë së bashku me sportistët dhe kjo një gjëra që shpesh e veriton në aspektin e financës. A vëllai nëse s'kemi shku në studi, çka unë falenderoj shumë për kohën, e di që të kemi penguar për shkak që nuk i punës tash. Falenderoj shumë për kohën që gjetë të ja për këto fjallë për televizionin Kanal D dhe për emisionin Kampionat. Faleminderit shumë që gjetë kohë, respekt e gjithmonë. Faleminderit shumë, shumë faleminderit.